A mund ta imagjinoni të keni 102 fëmijë dhe mbi 500 një për mbesa? Në një fshat të vogël në Uganda, jeton një burr që e ka bërë këtë realitet. Musa Hasahua, sot 68 vjeç, është babai i një prej familjeve më të mëdha në botë. Me 12 gra dhe një numër të pabesueshëm pasardhësish, jeta e tij është gjithçka tjetër përveç se normale. Por si ja del të kujdeset për një familje me mbi 700 anëtar, pa të ardhurat të qëndrueshme, pa ndihmë shtetërore dhe në një zonë të varfër? Në këtë video, do të zbulojmë historinë e jashtëzakonshme të Hasahuas, nga martesa e parë në moshën 16 vjeçare, te sfidat e përditshme të mbijetesës. Do të shohim si ushet kjo familje gjigande, si funksionon jeta në një qati me 10 gra dhe fëmijë, dhe pse ky burr vendosi më në fund të ndalojë. Përgatituni për një tregim të vërtetë, që do t'ju befasojë dhe do t'ju bëjë të mendoni ndryshe për kuptimin e familjes. Në një fshat të vogël të quajtur Bugisa, në zemër të Ugandës, jeton Musa Hasahua Kasera, një burr 68 vjeçar që është bërë i famshëm për një arsye të jashtëzakonshme. Ai është babai i 102 fëmijëve, bashkëshorti 12 grave, dhe gjyshi mbi 578 nipërve mbesave. Por kjo histori nuk është vetëm numra. Është një rrëfim i një jete të mbushur me zgjedhje të mëdha, me dashuri dhe sfida, me krenari por edhe me pendesa, dhe mbi të gjitha, me një realitet të ashpër që pak njerëz do ta përballonin. Martesa e parë në moshën 16 vjeçare shënoi fillimin e rrugëtimit të tij familjar. Në atë kohë, ai ishte një iri pa shumë para, por me ambicie të mëdha. Me kalimin e viteve, ai arriti të fitojë një farë pasurie përmes bujqësisë dhe mbarshtimit të bagëtive, dhe me rritjen e pasurisë, erdhi edhe rritja e familjes. Sipas tij, çdo grua e re që i bashkohej jetës së tij ishte një shtesë e natyrshme, pjesë e një jete që në atë kulturë dhe në ato rrethana nuk shihej si e pazakontë. Hasahua u martua me gra të ndryshme në periudha të ndryshme të jetës së tij, duke ndjekur traditat fetare që e lejojnë poligamin, veçanërisht në disa komunitete muslimane të Ugandës. Kjo mënyrë jetese, e trashëguar brez pas brezi, nuk u kontestua për vite me radhë, derisa shteti filloi të ndërhynte më fuqishëm në mbrojtje të drejtave të fëmijëve dhe grave. Në vitin 1995, Uganda ndaloi martesat e fëmijëve dhe vendosi ligje më të forta për të mbrojtur të miturit. Megjithatë, për shumë familje si ajo e Hasahuas, këto ligje erdhën shumë vonë për të ndalur zakone që kishin rrënjë të thella. Për Musën, çdo grua dhe çdo fëmijë i ri ishte një bekim. Por, ndërsa vitet kalonin, ai e kuptoi se numri i anëtarëve të familjes po rritej më shpejt se sa mundësia për të kujdesur për ta. Kjo nuk ishte më thjesht një zgjedhje kulturore, ishte një betejë për mbijetesë. Fëmijët e tij janë nga 10 deri në 50 vjeç, ndërsa gruaja më e re është rreth 35 vjeç. Por, me kalimin e viteve, kujtesa e Musës është venitur nga ngarkesa e madhe dhe rrjedha e pandalshme e jetës. Sot, ai pranon me dhimbje se nuk mban mend emrat e shumicës së fëmijëve të tij. Për t'i kujtuar, ai hap fletore të vjetra, të zverdhura nga koha, ku ka shënuar me dorën e tij datëlindjet dhe emrat e fëmijëve. Në ato faqe të thjeshta letre, është shkruar një histori që shkon përtej numrave. Është një përpjekje për të mos humbur lidhje me gjithçka që ka ndërtuar. Por edhe ato fletore nuk mjaftojnë gjithmonë. Në shumë raste, ai u drejtohet grave të tij për ndihmë. Ato janë mbajtëset e kujtesës së shtëpisë. Në raste të tjera, ai pyet djalin e tij 30 vjeçar, Shabanin, një nga të paktët fëmijë që ka arritur të marrë një arsim dhe që sot punon si mësues. Shabani është bërë në një farë mënyre menaxheri i perandorisë familjare, duke mbajtur shënime, ndihmuar në organizimin e jetës së përditshme, dhe zgjidhur mosmarrveshje që lindin në një shtëpi me 10 njerëz. Për të shmangur përplasjet, Musa organizon mbledhje mujore familjare. Në këto mbledhje, në hijen e pemëve ose në një nga dhomat e pakta të shtëpive prej balte, ai diskuton me gratë dhe fëmijët për ndarjen e punëve, çështjet e ushqimit, apo tensionet që lindin mes bashkëshortesh apo mes vëllezërve. Është një sistem i vetë organizuar në një kaos të qetë. Një zyrtar lokal ka thënë me habi se, ndonse sfidat janë të mëdha, nuk ka pasur raste dhune apo përleshje serioze, një fakt që në kushtet e jetës së tyre, duket pothuajse i pabesueshëm. Por jeta nuk është asgjë më pak se e vështirë. Bugisa është një fshat i varfër në lindje të Ugandës, ku jeta ecën ngadalë dhe çdo ditë është një betejë për mbijetesë. Banorët jetojnë kryesisht nga bujqësia tradicionale, rritja e kafshëve, apo nga punë të vogla ditore që shpesh nuk sigurojnë as të ardhura minimale. Gratë e Hasahuas kalojnë ditën duke thurur qilima, duke krehur flokët e njëra tjetrës apo duke përgatitur ushqimin, ndërsa burrat kalojnë orë të tëra në hijen e pemëve, duke luajtur letra për të harruar për një çast shqetësimet e ditës.
Fëmijët janë motori i shtëpisë, ata ecin në këmbë për kilometra të tëra për të mbushur ujë, mbledhin dru në pyje të largëta dhe ndihmojnë në çdo punë që mund të sjellë qoftë edhe një grush miell apo një copë sapun. Ushqimi është një sfidë e përditshme. Shpesh, darka përbëhet nga manioku i zier, një ushqim i thjeshtë, pa shije, por i vetmi që mund të ngopë barkun bosh. Ushqimi nuk na mjafton, thot me lot në sy gruaja e tretë e Musës, Zabina. Ka ditë që fëmijët hanë vetëm një herë, e ndonjëherë asaq. Zabina kujton me hidhërim momentin kur vendosi të martohej me Musën. Nuk e dija që kishte gra të tjera, thot ajo. Po ta kisha ditur, nuk do kisha pranuar kurrë. Por edhe pasi u pajtua me realitetin e saj, jeta nuk u ndal. Ai solli të katërtën, pastaj të pestën, dhe kështu, një nga një, erdhën të gjitha 12. Sot, 2 nga gratë janë larguar. 3 të tjera jetojnë në një fshat afër, sepse në shtëpinë e mbushur me njerëz nuk ka më vend për askën tjetër. Por, kur e pyesim pse nuk e lanë edhe të tjerat, Musa buzëqesh dhe thot me krenari, të gjitha më duam. Shihni vet, janë të lumtura. Si mbjeton një familje me mbi 700 anëtar? Në fshatin e vogël Bugisa, aty ku toka është e thatë dhe mundësit janë të pakta, familja e Musa Hasahua jeton çdo ditë me zvarfërisë dhe përpjekjeve të mëdha për të mbjetuar. Me 102 fëmijë, 578 një prembesa dhe 12 gra, jeta është një sfidë e përditshme. Pyetja që lind natyrshëm është, si ja dalin? Për shumicën e anëtarëve të kësaj familjeje, çdo ditë është një luftë për të siguruar bukën e gojës. Nuk ka punësim të rregullt, nuk ka ndihmë sociale, dhe të ardhurat janë minimale. Kështu që fëmijët dhe gratë përpiqen të fitojnë ndonjë monedhë apo ushqim duke kryer punë të vogla për fqinje. Ata pastrojnë oborre, ndihmojnë në mbjellje, mbledhin ujë ose kujdesen për bagëtin. Disa prej fëmijëve ecin në distanca të gjata, për orë të tëra, vetëm për të mbledhur dru zjarri ose për të sjellë ujë nga burime të largëta. Kjo është një nga përgjegjësitë kryesore që u bie fëmijëve, veçanërisht vajzave, të cilat nuk kanë mundësi të ndjekin shkollën për shkak të kushteve të rënda ekonomike. Ndërkohë, gratë mblidhen gjatë ditës për të thurur dyshek me dorë, për të gërshetuar flokët e njëra tjetrës ose për të përgatitur maniok, një prej ushqimeve bazë të zonës. Ky është edhe ushqimi që familja konsumon më shpesh, ndonjëherë vetëm një herë në ditë. Kur manioku është gati, Musa del nga kasollja ku kalon pjesën më të madhe të ditës dhe thërret me zë të lartë që familja të rreshtohet për të ngrënë. Por edhe atëherë, siç thot gruaja e tretë, Zabina, ushqimi nuk mjafton. Dita më e mirë është kur arrin të ushqehen 2 herë. Ata nuk kanë frigorifer, as energji elektrike, as qasje të sigurt në shërbime mjekësore. Sëmundjet, uria dhe lodhja janë pjesë e përditshmërisë. Por pavarësisht gjithkësaj, Musa Hasahua ngul këmbë se njerëzit e tij janë të lumtur, sepse ai beson se dashuria që ata kanë për të është e mjaftueshme për të përballuar çdo vështirësi. Historia e Musa Hasahuas mund të duket si një kuriozitet i rrallë, një lajm që të bën të çuditesh ose të buzëqeshësh. Por pas numrave të mëdhenj dhe emrave të panumërt, fshihet një realitet i thellë dhe i vështirë. Kjo është historia e një burri që ndoqi traditat, por u mbyt nga pasoja, e grave që pranuan një jetë të vështirë, pa zë, për hir të mbjetesës. Dhe e qindra fëmijëve që rriten mes mungesës, pa kujdes të mjaftueshëm, pa arsim të garantuar dhe shpesh, pa ëndra. Problem nuk është vetëm varfëria. Problem është mungesa e planifikimit, mungesa e qasjes në edukim seksual dhe shëndetësor, mungesa e mundësive për gratë dhe fëmijë. Kur një burr nuk mban mend emrat e fëmijëve të tij, nuk është vetëm një çështje kujtese, është pasojë e një strukture që ka dështuar të japë secilit individ dinjitetin dhe kujdesin që meriton. Sot, vetë Musa thot se është penduar, se nuk do të kishte zgjedhur këtë rrugë po të kthehej pas. Ai dhe disa nga gratë e tij tani po përdorin kontraceptiv për të ndaluar zgjerimin e mëtejshëm të familjes. Por për shumë prej fëmijëve të tij, është tepër vonë për të pasur një fëmijëri të zakonshme. Ky nuk është vetëm një tregim nga një fshat i largët në Ugandë. Është një thirrje për reflektim për të gjithë ne, mbi atë çfarë ndodh kur mungon informacioni, arsimi dhe zgjedhja. Sepse pas çdo numri ka një jetë. Dhe çdo jetë meriton më shumë se mbjetesë, meriton mundësi. Po ju, çfarë mendoni për këtë histori? A është dashuri, traditë apo papërgjegjësi? Nëse kjo histori ju bëri për të menduar, mos harroni të lini një like, të komentoni mendimin tuaj dhe të abonoheni në kanalin ton për më shumë rrëfime të vërteta nga jeta. Faleminderit që ishit me ne.